10 mijëra trupa amerikane të stacionuara në Korenë e Jugut dhe Japoni duke se do të jenë pjesë e negociatave tarifore të presidentit Donald Trump, pavarësisht përpjekjeve të vendeve aziatike për të ndarë bisedimet e sigurisë nga tregtia. Në postimet në platformën Truth Social, Trump tha se ndarja e kostove të mbrojtjes do të ishte pjesë e negociatave me Seulin dhe ngriti çështjen e mbrojtjes gjatë një vizite të zyrtarëve japonez në Washington këtë javë. Japonia pret rreth 50.000 trupa amerikane dhe Korea e Jugut 28.500. Të dyja vendet mbështeten në mburojën bërthamore të SBA-s për mbrojtje kundër Kinës, Rusisë dhe Koresë së Veriut. Trump më parë ka sugjeruar se mund të tërheqë forcat amerikane nëse vendet nuk paguajnë dhe gjatë mandatit të tij të parë, i cili kërkoi $1 miliard më shumë. Burimet zyrtare të Koresë së Jugut thanë se Washingtoni nuk kishte propozuar zyrtarisht rinegocimin e marrëveshjes së tyre të masave speciale, sipas së cilës vendi mbështet trupat amerikane të stacionuara atje, por Seuli po përgatitet për skenar të ndryshëm. Rihapja e bisedimeve të mbrojtjes është një taktike e qëllimshme presioni nga Trump, shpjegojnë analistët. Ai ka bërë të qartë se ishte marrëdhëniet aleancës si transaksionale dhe është i vendosur të nxjerrë një përfitim ekonomik në përputhje me vlerën e mbrojtjes amerikane, shtojnë ata. Pak para zgjedhjeve të vitit të kaluar në SBA, Korea e Jugut dhe administrata në largime e presidentit Joe Biden nxituan të nënshkruanin një marrëveshje të re 5 vjeçare, sipas së cilës Seuli do të rriste kontributin e tij për mirëmbajtjen e trupave amerikane në vend me 8.3% në $1.47 miliard në vitin e parë. Më pas do të kishte rritje të mëvonshme të lidhura me indeksin e çmimeve të konsumit. Zyrtarët koreanë thanë se ishte ekipi i Biden që nxiti negociatat e hershme dhe se kjo shkaktoi një debat brenda qeverisë së Koreasë së Jugut, e cila në fund vendosi se rrezikonte të armiqsonte Washingtonin nëse refuzonte paktin. Tani nëse duhet të negociojmë, po e bëjmë nga një shumë më e lartë se sa nëse do të kishin pritur, shtuan ata. Ndërsa Japonia ka dislokimin më të madh të trupave amerikane jashtë vendit në nivel global. Sipas një marrëveshje të negociuar në vitin 2022 dhe që skadon në mars të vitit 2027, kostoja mesatare vjetore që Japonia shpenzon për mirëmbajtjen e trupave amerikane arrin rreth $1.48 miliard.